Ta tregoj edhe një këtë certifikatat dalin pas datës së vjetë. Edhe si duket certifikata në një formë të tillë. Në një formë të tillë. Si kjo? Si kjo, po këtu dhe emri personal. I studentit, po, i nxënësit, po. Ja ta ndërgoj këtë. Tani, sot do vazhdoj me Scratch-in. Do filloj me këtë projektin e balonave. Këtu kemi një shembull. Si do jep ky programi që do bëjmë. Klikojmë flamurin, ose këtu për para statua. Dalin këto balonat dhe duhet i përcasim. Derisa ti përcasim gjitha. Si ti ploje e thjesht. Edhe qa tregon këtu, tregon edhe numrin, nuk e di, kanë qenë 30 balona, edhe ca pikë këtu që do t'i shikojmë më vonë se qa janë. Tu thot open new online Scratch project. Ja ta hapëm këtu. Hapet direkt e formuar ajo. Tashi, këtu do ta kalojmë pjesën tjetër që ta kem kollaj për të parë dhe për ta ashtuar. Move tab to new window, e shuftus këtë dhe me Ctrl Shift edhe shigjet djathtas e kalojmë në desktopin tjetër. Edhe këtu kam Scratch-in, që ta kem Scratch-in full screen që punoj rehat. Edhe këtu kam udhëzimet e programit. Tani thot gjë e parë delete the cut sprite. Do ta fshim këtë se nuk na duhet. Ta bëj full screen se s'më dalë plot. Ja shik këtu. Yes. Pastaj çfarë do bëjmë? Do shtojmë një backdrop, që është kjo memorie mund t'i një tjetër, po këtë po shtojmë, edhe do shtojmë edhe një të lombace balon, që është, Të backdropin e shtojmë këtu. Duhet jetë indoor, duhet jetë hajda, apo jo. Pak në cika se qa përdorim si backdrop aty, mund të përdorim një çfarëdo, po. Okej, unë po marrë që thot beach. Plazhë. Mund të jetë një backdrop tjetër, s'ka rëndësi, pak në cika backdropi, edhe do marrim edhe një sprite, që është balon. Kjo një është, po, ajo është. Marrim këtë balon. Me të humbatë, të vetë apo? Jo, më një që një backdrop tjetër se do shtojmë dhe të humbatë do në ngatrojnë me ato. Kështu që më mishto një tjetër. Ja këtë me murë, po deshe këtë me murë. Pa. është më mirë, ja. Tani, shkojmë Te pullumbacja do bëjmë një kod me këto bloqe që të lëvizi rreth e vërdall. Atëherë, kur të klikoj framuri, do shkojnë në këtë pozicionin 00, pastaj do marrë drejtimin 45 gradë edhe do bëj këtë përsëritjen. Move one step, nëse është në anë të skenës, bounce, kthehet në ekran tjetër, në drejtimin tjetër. Atëherë, po e bëj këtë events, when flag click, motion, go to 00, ose pak në cika kjo, se ku ndodhet, po mund ta bëjmë edhe 00. Pastaj do vëmë drejtimin, go to point in direction 45 gradë, bëjmë këtë drejtimin 45, 45. Pastaj do marrim të blockun forever të control.
forever përsëritet pafundësisht. Tek motion, move one step. Dhe nëse ndodhet në anë, kthehet në drejtimin tjetër. If on edge, bounce. Pra, nëse vete këtu, nuk vazhdon të ikte, por kthehet në drejtim të kundërt. Atëherë i bëj një save now. Edhe këtu po i vë dhe emrin e projektit. Balloons, për shembull. I vë dhe emrin e projektit. Po e provoj një çfarë bën kjo. Tani kjo ecën në drejtimin 45 gradë edhe kur vete në anë kthehet, po vetëm që nuk fluturon kështu balona. Balona fluturon me koklar. Atëherë çfarë do t'i bëjmë këtu? E po bëj një stop. Më duket se këtu tek direction, më shko pak këtu tek direction i vën këtë që mos u rrotullohet. Të rritë drejt. Këtë e bëjmë këtu tek direction. Tani e provoj edhe një herë. Okej, tani është në rregull, ja ta shikojmë edhe kur të përplaset. Okej, tani fluturon mirë si balon. I bëj save. Bëre si këtë. Ja të duhet. Po, i bëre këtë? Te move jam tani. Okej. Bëj avash. Bëj save edhe provoj. Fluturon ashtu siç duhet apo jo? Sa do të bëja këtë që mos të fluturoj drejt? Po. Është pak të mesit që më bëjë. Jo të mesit, shtu këtu. Ashtu. Ajo është më saktë. Në rregull. Bëj stop tani? Ashtu. Tani do vazhdojmë. Po jo. Urdo? Ti bëj prapë save. Po, bëj save, pa save. Bëj gjithmonë save që të ashtu. S'të gjinjë nga ajo, s'ka problem po i bëj save. Tani, ne e çojmë në fillim në pozicion 0-0, po mund ta çojmë edhe në një vend të rastësishëm, duke marrë këtë operatorin pikë random. Po, tek këto operatorët marrin pikë random edhe e vendosin këtu në vend të zeros. Marrin një tjetër pikë random edhe e vendosin në vend të kësaj tjetrës. Te x edhe te y dhe po, edhe te x edhe te y. Dhe nga minus 150 deri në 150. Minus 150. Po. Tani pse minus 150, 150? Sepse kaq janë këto përmasat e skenës. Domethënë nëse këtë e marrim si bosht koordinatash me x, y, ke parasysh boshtin e koordinatave me x, y? Boshtin e koordinatave që kemi x-in këtu dhe kemi y-in pingull. E mbanë nga shkolla boshtin e koordinatave? Apo e kemi bërë në shkollë boshtin e koordinatave? Po. Tani 0-0 besoj që është këtu në qendër. Po t'ikim këte është me minus, deri këtu është minus 150. Po t'ikim këte i djatas është me plus, është plus 150, x-i. Pastaj kemi y-in pingull. Këte poshtë është minus 150, këtu është 0-0, këtu është 150. Prandaj i vendosim nga minus 150, dhe marrim një pikë të rastësishme në të gjithë të sipërfaqen. Po, vazhdo bëj këtë, edhe e bëra. Në rregull. Është të provë. Po, mund ta bëjmë edhe provë, po Okej. Tani mund të vendosim edhe një drejtim të rastësishëm, se këtu e bëjmë drejtimin 45 gradë. 45 gradë, pse gjithmonë 45 gradë? Mund t'i vendosim edhe një drejtim të rastësishëm. Mund ta marrim pra këtë pikë random edhe ta vendosim këtu. Tani ky drejtimi është me grad.
është nga 0 në 360 gradë, ose nga 1 deri në 360 gradë. Kështu që pikë random nga 1 në 360. Pikë random nga 1 deri në 160. Ja i bëj save tani, edhe e provoj një. Tani, okej. Tani kjo ka një drejtim që nuk është 45 gradë tani, të lëvizjes. Tani i bëj stop. E provoj edhe një herë. Tani ka drejtim tjetër. Edhe të bëj 360 gradë. Po, edhe nis nga një pozicion tjetër i rastësishëm, edhe ka një drejtim të rastësishëm. E bëj stop. E provoj prapë. Nis diku tjetër edhe ka një drejtim të rastësishëm, që është ndryshëm nga drejtimi i parë. Domethënë që gjithmonë ndryshon ato dhe i merr këto vlerat në mënyrë të rastësishme. Pozicionin e fillimit edhe drejtimin fillestar. I merr në mënyrë të rastësishme. Tani, çfarë mund të bëjmë gjë tjetër ne? Mund të shtojmë edhe një gjë për të ndryshuar ngjyrën, no? Që është set color effect. Set color effect. Edhe këtu mund ta bëjmë me random, që t'i vëmë një ngjyrë të rastësishme nga 1 në 200, më duket. Në 200, e bëjmë se nga 0 në 200. Set apo çantë? Çantë. Të bëjmë këtë nga 0 edhe ndëqim me atë rastësishme. Po. 0. Rastësishme atë jashtë. Edhe 0 të 200. Tani, po i bëra se do ta provoj një, edhe më fillon me këtë ngjyrë, edhe lëviz kështu. Tani e bëj stop. E filloj edhe një herë, fillon në një vend tjetër me ngjyrë tjetër. E bëj stop. Fillon në një vend tjetër. Që shpejt gjë, ata të zotë 200. Ashtu. Tani shpejt, ja. Dakor. Ty ta bën shpejt se këtë blokun change e ka futur brenda kësaj forever, edhe përshtitet gjithmonë ai blokun change. Do jashtë. Po, do ishte mirë që të ishte jashtë. Unë them që është më mirë të jetë jashtë. Ja ta provoj edhe unë një këtu brenda. Nëse e vendos të set color, këtu brenda, ikë shpejt. Ta shikojmë. Nuk e di, është më mirë kështu apo më mirë ajo tjetër. Mua më duket më mirë ajo tjetër, se balonat nuk ndryshojnë ngjyrë kështu domethënë. Se mund të vëmë të tjera ngjyra. Po balona si ndryshojnë ngjyrë, nuk ka balona që ndryshojnë ngjyrë ashtu, domethënë vetëm po tjetë balon elektronike që nuk para ashtu, është më mirë kështu që kur del me ngjyrë të caktuar, e bëjmë prapë del me ngjyrë tjetër. Edhe e mban atë ngjyrë që ka. Është më mirë kështu. Dakor? Dakor. Çfarë kemi tjetër tani? Tani duam që e procent. Po, duam të bëjmë atë që e procent balonin. Nëse e klikojmë, duam që të përcasim. Dhe që ta bëjmë atë do shkojmë tek kostumet dhe do bëjmë atëherë shkojmë tek kostumet e balonës. Kjo ka një kostum, dy kostum, tre kostum, nuk këto s'na duhen kostumet, do shtojmë një kostum të ri. Si e shtojmë këtu me paint. Shtojmë një kostum të ri dhe po e quaj këtë për shembull pop ose plasje. Dhe këtu tani do vizatojmë një gjë sikur ka plasur balona. Me çfarë do ta vizatojmë këtë me këtë penelin, trashësinë e ka 10, mirë ka, ngjyrën do e bëjmë ngjyrë të zezë. Po zgjedh ngjyrë të zezë. Edhe tani po provoj një kështu, një.
bëj ca viza kështu sikur plas balona. We save. Dhe bëj dhe një vizat tjera, edhe një këtu dhe një këtu. Bravo. Tani, shkojmë te kodi i balonës, edhe do ta bëjmë, kur të klikohet balona, when this part click, qa do bëjmë switch costume. Switch costume to pop. Pop është ky kostum, unë e quajta pop, atë? Nuk e di se e ke quajtur ti? Pop. Ashtu. Switch costume to pop dhe i shtojmë edhe një sound, start sound pop ose play sound pop until done. Më duket. Start sound pop. Do bëhet menjane jo. Minjan, when this part click, kur të klikohet kjo figurë, do të shoj kostumin edhe do bëj atë sound pop. E bëre? Po. I bëj save. Edhe e provoj. Po tani shiko çfarë ndodh. Më del ajo figura e plasur më del që në fillim, ajo figura e plasur. Atëherë çfarë do bëj? Këtu në fillim do të bëj një switch costume prapë, këtu. Switch costume. Dhe më kur të filloj, kur të klikohet flamuri jeshil, do vete kostumi normal i balonës. Switch costume to balon 1A. Bëse. E provoj. Tani del balon normal. E klikoj. Po shiko tani. Pasi e përcasum, ajo vazhdon të lëvizë. Kështu që ç'a do t'i bëj? Do të bëjmë stop. Ose do t'i bëjmë stop, ose do t'i bëjmë hide asaj. Pritse ka bërë këtu. Prit 3 sekonda, pastaj hide. Hide, po. Events, wait. Jo, është te control. Wait. 03 ose 05. Po, 03 është shkurtër. 03 dhe pastaj hide e lutë. Po, i bëjmë edhe provën. Po, do të dalë të lëmbacën në farë, dhe që dalë të lëmbacën, do të pështu në fillim besto, këtu switch costume, kërkoj flamuri jeshil, do të switch costume tjetër, si universal. Do bësh kostumi normal. Po, kur e posh flamuri, do bësh kostumi normal. Kërkoj flamuri, do filloj me kostumi normal. Do të lëmbacës. Po, të pare. Edhe i duke e të rekin, co jam? Po, provoj tani? Klikoj? Këtu. Po, lëmbacën. Në regu. Puno. Tashi... Tani, nëse e provoj prapë tani, ç'a ndodh? Nuk më shfaqet fare, pse s'më shfaqet? Se këtu i kanë thënë hide mësaj. Po. E klikoj? Është akoma e fshehur. Kështu që këtu te flamuri do t'i bëjmë edhe një show tani që të shfaqet. Do t'i bëjmë show poshtë flamurit. Po, do t'i bëjmë edhe një show diku aty, poshtë flamurit. Që kur të filloj të shfaqet, se kur e klikojmë ne, po ftet ajo i bëjmë hide ne, edhe ajo ngelet hide. Kur e klikojmë pra flamurin, ajo është prapë e fshehur. Edhe nuk shfaqet. Kështu që kur të klikojmë flamurin, do t'i bëjmë një show. Bëj stop. Bëj pra start. Po, del dy pastaj. Po. E ndryshon vetë ajo. Po. Ashtu. Ti bëj save, pra? Bëj save, gjithmonë.
Tani, tu do shtojmë një ndryshore për të mbajtur pikët. Set shkolle dhe numrin për sa pike do. Po, fillimisht do shtojmë një variabël që të mbajnë pikët dhe do shkojmë tek ato me ngjyrë tulle. Këtu me ngjyrë tulle janë variablat. Edhe do t'i themi make variable këtu. Do krijojmë një variabël të ri. Një variabël name do ta quajmë pikët për shembull. Pikët. Mos marrim set edhe bëjmë atë që se ka dhe këtu. Vetë se Po, jo. variabël. Kjo është my variable. Mund të përdorim dhe këtë, po mund të krijojmë dhe një të ri. Klikoj tek make variable të krijojmë Po, ajo më larg. Aty, edhe quaj pikët. të bëjmë set points. Ose points ose pikët. Jo set, vetëm points. New variable name, points, ose pikët. Edhe e lëm të for all sprites. Është mirë kjo, for all sprites. Tani na del këtu pikët 0, na del këtu. Po, Apo jo? po. Në set. Tani, sa që ta klikojmë në këtë, kur ta klikojmë në këtë balonin, këtë të llambacën, do ta shtojmë me 1 këtë pikët. Atëherë çfarë do bëjmë? Do bëjmë Set. change këtu. Change my variable. Të hajë. Mund të bëhet edhe para height, kudo që ta vësh nuk ka rëndësi. Mund ta vësh edhe këtu për shembull. Change my, kjo thot my variable, unë do të ndryshoj këtë pikët. Të bëjmë points. Po, point, ti do të ndryshosh point. Pra, duam të ndryshojmë këtë variabël me 1. Me 1 do të ndryshojmë me 1 do të shton 1. Atëherë, po, i bëjmë save e provojmë. E klikoj, u shtua me 1. I them stop. Vazhdoj prapë. E klikoj, u shtua prapë me 2. I bëj stop. E klikoj. U shtua me 3. Kështu që kjo është në rregull tani, më duket në rregull, no? Çfarë kemi tjetër? Se do të shumë nga 10 pik. Po. Save, pra. Tani, do ta bëjmë që të fluturojnë shumë balona, se vetëm e një s'është lloj. Ajo që pamë në fillim, ajo që duam të bëjmë Ne është që nga e paska set atje. Apo është tjetër? jo, është tjetër kjo. Kjo është tjetër. Kjo është gjë tjetër. Tani, se është poshtë flamurit kjo. Do ta shikojmë më vonë. Tani do shtojmë edhe shumë balona, do ta bëjmë me shumë balona. Se nuk është shumë interesante kur ka vetëm një. Tani, këtë mund ta bëjmë duke e klonuar. Klonimi do të thotë që bëjmë një figurë tjetër që është identike me atë. Tani, është ky bloku këtu when I start as a clone. Kur filloj si klon, edhe do bëjmë të njëjtë atë. Po. Tani, ku e kemi këtu? E kemi tek Vetë më po e vetë shtu shi. Do vëmë atë uaj, dhe shkëputin pak atë e bën kopje, një direkt. Po. Tani, ku e kemi këtë? When I start as a clone, ku e kemi? Është te control. Te kontrolli, when I start as a clone. When I start, të gjitha këto që janë poshtë flamurit, do t'i vëmë poshtë saj. Po. Shkëputeve bën duplikate. Ashtu, e lidhim me këtë. Pra, kur fillon si klon, atëre bën të gjitha ato Apo se bële që tjetë vetë e flamurje, të kopjoja. Si? Jo, flash, se bële kopjoja. Jo, nuk e duam të flamuri, e duam vetëm këtu. Kur filloj si klon... Do shmajnë shumë klonbace. Jo, kjo është vetëm për një tollomace, po do krijojmë shumë klone ne, edhe do t'i krijojmë këtu poshtë flamurit. Ja do ta shikojmë këtu më vonë. Atëre, te flamuri do t'i bëjmë një hide edhe do bëjmë një repeat 20 edhe create clone of myself. Atëre, këtu te flamuri do bëjmë të hide, do bëjmë control repeat 20
sepse duam të krijojmë 20 balona, po duam të krijojmë do të jetë. Repeat 20 edhe create a clone of myself. Create a clone of myself. Atëherë çfarë bëjmë? Kjo përsëritet 20 herë. Përsëritet create clone of myself, create clone of myself, create clone of myself 20 herë. Dhe sa që krijet një klon, atëherë fillon ky bloku këtu. When I start as a clone, bëj këtë. Gjithmonë për çdo klon bëhet ky bloku këtu, që krijon kolombace të veçanta. Atëherë po i bëj një save edhe po e provoj. Atëherë më krijon, po, më krijon 20 kolombace, i klikoj. Sa që klikoj, më shtohen pikët. Edhe më vajti pikë këtu. Tani kjo vazhdon, këtu duhet ta ndërpres në një farë mënyrë. Gjithsesi po i bëj stop. Edhe më ngelen pikët 23 këtu. Tani kur filloj prap, pikët këtu më ngelen ai sa ishin. Unë dua tani bëj stop. Bëj start prap. Shiko tani pikët janë prap ai sa çishin. Ne duam që klikojmë flamurin pikët bëhen 0. Zerojnë pikët, fillojnë nga 0. Si do ta bëjmë këtë? Si do ta bëjmë? Këtu poshtë flamurit, kur të klikoj flamurit do vëmë që po, shkojmë tek variable set my variable to 0. Po jo my variable, po atë që përdorim ne, këtë pikët. Atëherë i bëj save, i bëj stop. E provoj prap, tani fillon nga 0. Edhe klikoj, i bëj stop. Filloj prap, prap më fillon nga 0. Se kështu e duam që të filloj gjithmonë nga 0. I bëj stop. Po. Tani këtu kemi edhe një gjë tjetër se ne i bëjmë kur klikohet ne i bëjmë hide këtu. Kur klikohet sprite ne i bëjmë hide. Po ajo vazhdon aty nga mbrapa. Janë prapë 20 balona këtu, po janë padukshme. Është më mirë që në vend të kësaj hide të bëjmë delete this clone apo diçka e tillë, delete this clone. Kjo delete fshin atë. Ja ta heqim të hide. Heqim fare hide. Edhe e bëjmë fshije këtë fare. Do të thënë kur e klikon, fshije e bën si nga e para. Po. Kjo është më mirë. E provoj. Edhe nga që fshihen gjitha ato, nga që fshihen gjitha balonat, programi ndalon automatikisht. Kur janë klikuar gjitha balonat, programi ndalon, sepse janë shit gjitha ato balonat, s'ka çfarë të ekzekutojmë. Po. Ndalon. Pikët prap 0. Po, pikët fillojnë prap në 0. Ashtu, vetëm nga këtu. Sa se prap. Tani kemi dhe hapin e fundit. Shtoj një timer. Tani, mund ta bëjmë lojën më të vështirë duke lënë një kohë të caktuar për t'i plasur gjitha balonat. Për shembull, mund të lëmë 10 sekonda. Po, 10 sekonda të ikën gjitha. Dhe pas 10 sekondash, programi duhet të ndalojë edhe shikohet se sa balona ka arritur të përcasësh. Për këto 10 sekonda, ato janë pikët që ke fituar. Atëre, do shtojmë një variabël të ri që quhet time ose koha. Shkojmë tek kjo me ngjyrë tulle, bëjmë make variable. Time ose unë po e bëj koha kështu. Po e bëj koha. Okej. Tani koha më del këtu mua. Unë po edhe mund ta lë këtu, po. Ja po e vë këtu në cep. Faktikisht, sikur ta bëja me këtë madhe, si ta bëj me këtë madhe, tani si ndryshoj kjo? Rename, me të djathtën rename. Të bëj shkrat në vaj. Jo, vetëm me këtë madhe.
Po, me atë ndërkjo, me ka bërë me shkë. Në rregull, okay. Tani e vura këtu në këtë, këtu janë pikët, këtu është koha që ka ngelur. Tani fillimisht kur fillon programi, koha do jetë 10 sekonda. Kështu që Ose do shtem një set ose çragje për kohën. do ta bëjmë këtu, kur të klikohet flamuri, koha do bëhet 10 sekonda. Atëre set, koha 10 sekonda. Edhe pas çdo sekonde do të paksohet me 1. 10 sekonda. Tani, si ta bëjmë të që pas çdo sekonde të paksohet me 1, ja ta shikojmë si këtu. Dhe kur koha të bëj 0, Do bëhet një me pen rastishëm. pritse, e ka bërë kështu. Në repeat, derisa koha të jetë barabartë me 0, repeat, stop all. Ashtu. Është me njënë, nuk është me atë. Po, dakor, të ka bërë njënë, mund ta bëjmë edhe ne mund ta bëjmë njënë, ja ta ulë të poshtë, këtu poshtë, dhe do shtojmë një tjetër kur klikohet flamuri. Atë shtojmë një tjetër këtu kur klikohet Atë të kohës dhe vështë e flamuri. Do vëmë të flamuri atë të kohës, do të thënë bëhen dy gjëra kur klikohet flamuri. Edhe krijojmë këto balonat këtu, edhe vihet koha 0 dhe vendoset ky kontrolluesi. Atëherë do bëjmë repeat, do marrim të control repeat. Jo repeat antir. E kemi gabim këtë, përsërit derisa të plotësohet një kusht, e kemi këtu. Përsërit derisa të plotësohet një kusht, atëherë kushtet i kemi këtu, edhe do marrim këtë barazimit. Vendosim. Repeat until, përsërit bëj derisa, domethënë përsëritet gjën këtu brenda derisa të plotësohet ky kusht. Atëherë kushti do jetë që koha është e barabartë me 0. Atëherë do marr vlerën koha këtu, variablin koha, e vendos këtu, edhe këtë do ta bëj 0. Derisa kjo bëhet 0, përsëritet. Atëherë çfarë do përsëris? Do ta paksoj kohën me 1. Change koha by -1, -1. Ndryshoj kohën me -1. Dhe çfarë tjetër? Edhe do presi edhe 1 sekond. Pra, prit 1 sekond dhe ndryshoj kohën me -1. Dhe kur të jetë bërë koha 0, do bëjmë ato stop all që do ndaloj programi komplet. Bëjmë save. E bëm? Ka bëj 0, këtë koha barazim, no? Po, përsërit derisa koha të bëhet e barabartë me 0. Po, aty brenda do vëmë wait 1 second, prit 1 sekond, edhe pastaj paksoj kohën me 1. Change koha by -1. Ndryshoj kohën me -1. Domethënë që zvoglojmë. Ishte koha 10 në fillim, 10 sekonda. Ke 10 sekonda kohë që ti postazësh gjitha. Edhe pastaj në fund stop. Pastaj paksohet një nga një, dhe kur mbaron koha, kur koha bëhet 0, stop all. I ndalon të gjitha programet, të gjitha sprite-at, edhe programi mbaron. Çfarë koha? Në kam taj. Po. -1. -1. Se duam që ta paksojmë. Ndryshojmë me -1, do të thënë e paksojmë. Në fund stop. Në fund stop all. Të bëjmë provën tani, Po, tani do të bëjmë provën. Bëj dhe se. Edhe shikojmë që koha paksohet. Për vjetë se përndaj për që të gjitha. Ashtu. Tani, Edhe save, pra. po, si mund ta bëjmë që në qoftë se janë përcjelluar gjitha, kjo të ndaloj, sa e vazhdon prapë kur janë përcjelluar gjitha. Jo, mund të vazhdon. Okej. Është ka mund të ofet në para. Okej, në rregull.
Unë 17, nuk i bëra, nuk do të thënë 20, 17 publicitar. Ecën e kam me 90 pik, nuk e bën të flasim kështu. Okej, në rregull, s'ka problem. Tani kaq ishte ky si program, po ne mund t'i bëjmë edhe ndryshime, për shembull mund ta bëjmë kohën më të vogël, nga 10 sekonda ta bëjmë 5 sekonda. Mund të shtojmë më shumë balona, nga 20 ta bëjmë 30. Mund t'i bëjmë balonat që të lëvizin shpejt. që të lëvizin më shpejt. Mund t'i bëjmë që të jenë më të vogla ato balonat. Edhe këto bën kollaj për shembull, si mund ta bëjmë që balona është më e vogël. Këtu tek Lux do ta bëjmë change size, set size, për shembull po e bëj 80. Që të jetë balona më e vogël. 80%. Si mund ta bëjmë që të lëvizim më shpejt? Kemi këtë forever move one step if on 8 bounce. Mund ta bëj këtë 2 hapa, lëviz me 2 hapa, që të lëvizim më shpejt. Si mund ta bëj që Okej, më shumë balona. E bëj këtu, repeat 25, po e bëj me 25 balona. Dhe që të ketë më pak kohë, e vendos këtë 5 sekonda në fillim. Edhe të bëj ndryshimin atje, të repeat edhe sekonda. Po, e bëjmë këtu 5 sekonda kohën në fillim. Këtu ku krijojmë balonat e bëjmë 20 Hz ose 30, që kemi më shumë. Këtu e bëjmë set size 80, edhe këtu move 2 steps që të lëvizim më shpejt. Edhe kjo e bën lojën më të vështirë. Cila është e për më shpejt? Më shpejt është këtu te kjo. Këtu ku lëviz me një hap, do lëvizim vetë që lëvizim me 2 hap, që të jetë më shpejt. I bëjmë një save edhe e provojmë. Nga që lëvizim më shpejt, edhe nga që janë më të vogla, është më e vështirë, edhe kam pak kohë. Edhe mund t'i ndryshojmë këto që derisa ta shikojmë që të ketë një vështirësi normale, domethënë që të jetë e këndshme për të luajtur. Tani kemi edhe këtë hapin e fundit që do ta bësh detyrë. Vështirë është kur shton shpejtësi. Po. Tani hapi i fundit që është detyrë është që të shtojmë objekte të tjera. Pra në vend të balonave të shtojmë ndonjë moll, ndonjë laku që ka shtuar moll kështu. Pra mund të shtojmë 2-3 objekte të tjera. Që ato janë pjesë e lojës. Po edhe ato, edhe janë me të klikuar, me të përcjellur. Edhe mund ta bësh shumë që për shembull, ajo mund ta ketë kështu. Ato nuk të rrezikojnë humbet pik. Po, mund ta bësh mos i klikosh ashtu se humbet pik. Ose mund ta bësh po të klikove këtë mollën, merr më shumë pik, merr 2 pik, për shembull, sepse është më shumë. Merr plus 2 pik, po. Kur klikon një tollëmbacë merr plus 1 pik, kur klikon një mollë merr plus 2 pik, se është më e vogël për shembull, është më e vështirë për të klikuar. Po klikove këtë lakurikim shumë humbet pik, kështu që s'duhet ta klikosh. Edhe pika, minus 2, minus. Edhe mund ta bësh lojën më të vështirë. Edhe këto do të shikoni në shtëpi, dakor? E mbyllim këtu scratchin, edhe ja ne bëjmë në shtëpi. Ha? Këtë ne bëjmë në shtëpi. Po, kjo është detyra për scratchin, ti bëni në shtëpi. Tani do të save këtu që të kem. Bëj save që ti kesh në atë. Edhe vazhdoj atje në pjesën tjetër. Po. Edhe unë kam ja të bëjmë save. Tani do vazhdojmë me komandat e Linuxit, aty ku e lam vjen. Pastaj do të mbaj. Shko, kemi 5 minuta pushim edhe vazhdojmë.
Këtë për kompjuter. Sa gjë? Për më vonë. Se për të trafikën disë ka procedura shumë. Tash e hapi terminalin edhe bëhemi gati. Control Alt. T. Fillojmë? Gati. Atëre, po bëjmë këtë echo. Poza çifte e 3. Po. Thjesht shfaq atë streamën me A. Enter. E nxjerrim me shqetën lart prapë edhe e kalojmë te komanda grep. E pamë edhe dje komandën grep që kërkon, domethënë, Kërkon atë që janë të ngjashme. ashtu. Po ta kishim këtë për shembull ajo, domethënë, e nxjerr këtu nëse përputhet me këtë fjalë. Kjo fjala faktikisht nuk është fjalë, është një shprehje, mund të ketë edhe karaktere speciale aty, po që në këtë moment kjo është vetëm 3 shkronja edhe përputhet me këto 3 shkronja. Tani, nëse e bëj grep BBB për shembull, s'më nxjerr asgjë. Po, nxjerrim me shqetën lart, e bëjmë grep BBB, 3 të mëdha aty. Parë në pezë të parat. Falë, vetëm ndryshon vetëm këtë. Që nuk ka është bosh. Nuk nxjerr gjë sepse nuk ka resht, sepse kjo nxjerr vetëm një resht, kjo komanda echo, edhe kjo grep ka ato rreshta që përmbajnë këtë. Tani, në këtë rast ajo përpiqet që të kapë rreshtat që përmbajnë BBB, nuk ka asnjë rresht që përmban BBB, kështu që nuk del asgjë, del bosh. Tani, ne mund ta bëjmë këtë shprehje këtu, mund ta bëjmë në këtë mënyrë. Po izoteke. Po, me këto izoteke, edhe po. Po izoteke në fund. Enter. Po, këtu ka edhe një slash edhe vija pingule. Tani, kjo vija pingule këtu në këtë rast, pra kjo vija pingule në këtë rast ka kuptimin ose AAA ose BBB. Vetëm se e bëjmë me këtë slashin të vijën pingule që i bëjmë escape, sepse që ta njohë si karakter special. Domethënë që grepi këtë ta njohë si karakter special i bëjmë escape, se po nuk e bëjmë escape e merr vetë si karakteri vijë pingule. Dhe ky grepi kërkon që rreshti të ketë ose AAA ose BBB. Edhe në këtë rast përputhet kjo që ka AAA. Tani, nëse këtij grepit i shtojmë këtë opsionin minus e madhe, mund ta bëjmë të vijën pingule pa slash. Ky opsioni minus e madhe ka kuptimin extended. Do të thënë formati i këtij modeli është extended dhe kur është extended, këtë vijën pingule e njeh vetë si karakter special. Nuk është nevojë të bëjmë escape. Karakter special që do të thënë ose AAA ose BBB. Pra, ajo vija pingule aty ka kuptimin ose. Tani, nëse këtu do ta kishim këtë për shembull CCC, nuk nxjerr asgjë, sepse nuk është as AAA as BBB. Tani, këtu mund të shtojmë edhe një ose tjetër, ose CCC. Në këtë rast, ajo kapa të pjesën e tretë, që përputhet kjo pjesa e tretë. Pra këtu kemi ose AAA, ose përmban BBB, ose përmban CCC. Edhe në këtë rast kjo përputhet me shprehjen e tretë, prandaj del rreshti që e ka. Kishim këtë
dir list yll.txt. I krijuam dje këta skedare test. Kishim këta skedare test dir list yll.txt. Edhe bëm disa prova dje me këta skedare, që kërkon të përmbajtja e këtyre skedareve. Tani do përdorim këtë grep prap, grep. Pra, do kërkojmë prapë të këta skedarët, dir list yll.txt me grep, edhe kjo opsioni -h na nxjerr vetëm rreshtat që përputhen, nuk na nxjerr në çast skedari ndodhet, por na nxjerr vetëm rreshtat që përputhen. I shtojmë edhe këto opsionin -e extended, në mënyrë që të vinë pingule mos ta shnoj me escape, me backslash, edhe të mos ta shnoj me escape. Pra, këtu kemi këtë shprehje të rregullt ose këtë model që kërkojmë rreshtat. Që kërkojmë rreshtat që na dalin. Rreshtat që janë këta skedarët këtu. Ose vi pingule. Ose gz, ose zip. Po, këtu ka edhe një mbosh. Shtypen? Po. Tani, këtu qa rreshta shkap ajo? Ajo ka rreshtat që kanë ose bz, ose gz, ose zip. Se është kjo ose këtu. Por, tani këto i kemi në klapa, dhe përpara klapës kemi këtë shenjen kapuç. Qa tregon ajo shenja kapuç? Që kanë E pam dje. gz ose zip në krye. Në krye. Pra, shenja kapuç tregon që do të jetë në krye. Tani, në fillim të rreshtit, në krye të rreshtit. Kështu që këto klapat i përdorim që do të thënë kjo shenja kapuç të zbatohet të treja këto. Prandaj e kemi bërë përpara klapa, i kemi rrethuar me klapa dhe i kemi bërë përpara. Se po të heq këto klapa tonë, Del çfarë të vuaj jemi, shkronje. Jo. Po të heq këto klapat, kjo shenja kapuç zbatohet vetëm te BZ. BZ në fillim, po GZ mund të jetë ku të doj, zip mund të jetë ku të doj. Pra, jep rezultat tjetër. Ja, këtu për shembull, se kemi në fillim të rreshtit të zip. Pra, nëse e vë kështu pa klapa, kjo shenja kapuç zbatohet vetëm këtu. Nëse dua që edhe kjo të jetë në fillim të rreshtit, edhe kjo të jetë në fillim të rreshtit, do ta bëj kështu. Do ta bëj kështu, edhe kështu. Atëherë, këto janë se cila nga këto në fillim të rreshtit. Por që ta shkruaj më thjesht të, mund të përdor klapat edhe atë shenjë kapuç nxjerr jashtë klapave. Pra, mund ta bëj me klapa kështu, edhe shenja kapuç del jashtë klapave. Besoj se është e qartë, si veprime të aritmetike që e faktorizon e nxjerrësh jashtë klapave. Përdor klapat për të mbledhur bashkë. E provove? Po, ja, se shkruaj mas bine nga ti. Ashtu. Tani, I bëj një clear ekranit, e pastaj me ekranin clear se do shikojmë një shembull tjetër. Fillimisht po shikoj e kam një paketë apo jo, apt list w e kam të instaluar. Kjo paketa ka një listë me fjalë british, me fjalë angleze. Edhe këtë listën do ta përdorim tani. Dhe kjo instalon këtë listën me fjalë në direktorinë UCR share dict. Është një dictionary. Dict është dictionary.
Po. Dhe kjo dictionary është të kjo Word, që faktikisht është... Nuk më të vjetë që ka post listing. A? Nuk më të vjetë që ka post listing. U petition. Shkruaj këtë pra. Jo, Një sekund. ja, këtu. Ku sa më thoj, atëre do ta instalojmë. Do ta instalojmë këtë British, nëse nuk e kemi këtë, do ta instalojmë. Atëre do bëjmë nxjerrje me shkjetën lart komandën dhe bëj apt install. E bëre? Apt? Shikoj, aty në vend të listë bëj install. Që ta instalojmë këtë si paket. Unë e kam të instaluar, po që ta instalosh edhe ti. Enter. Nuk na e pranoj. Permission denied. Ç'është na e pranoj? Çfarë do bëjmë? Do shkojmë sudo. Sudo. Ctrl A, bëjmë Ctrl A edhe bëjmë sudo. Edhe na kërkon passwordin, ti e ke shumë, po, atë që po. Sudo. Unë e kam të instaluar faktikisht, po që edhe po ta provoj ta instaloj prapë, s'ka problem. Sudo apt install w British. Kjo w do të thënë words, është një dictionary, është një listë me fjalë. Passwordi i kompjuterit mund të vjetë apo? Po, ai që në kompjuter. Passwordi jo. Kur në kompjuter. Bëj një apt update. Shkruaj apt update. Vit, e bëra gabim. Sudo apt update. Që të përtërish listën, se nuk apt update. Enter. Nxjerr edhe një herë me shikjetën lart. Jo. E ke shkruar gabim. Është pakë kjo prandaj. Jo British. Okej, edhe çfarë që shkruaj gabim se e ke pasur të instaluar. E ke pasur të instaluar. Okej. Atëre kthehemi këtu. I bëjmë edhe një herë clear. Tramit apo spra? Bëm kod. Po. Edhe bëjmë edhe një herë ls/usr /share dict /share dict dictionary. Po. Edhe slash number. Po. Tani, ne shikojmë një këtë words, atëre i bëj ls, words, edhe bëj Ctrl A, Ctrl D, edhe bëj për shembull nano. Do shkoj words në fund e nano kryve. Po, nxjerrë këtë komandën, atë që bëj ls, atë ls-ën bëj nano. Edhe me words në fund. Thjesht ta shikojmë se çfarë ka. Ose e bëjmë me les më mirë, e bëjmë më mirë me les. Me les. E bëre? Këto që kemi shpërë, për shembull, Shtypim space. E bëjmë me les, ë? Jo, është më mirë me les. Edhe çka ka kjo? Kjo ka një listë me fjalë angleze. Sa fjalë ka të gjitha? Si mund ta gjejmë? Po shtyp që unë, shtyp që dalësh nga les. Si mund ta gjejmë sa fjalë janë të gjitha? Po flet ekran. Ë? Po flet ekran. Po. Si mund ta gjejmë sa fjalë janë të gjitha? E gjejmë me komandën
C. Për shembull, e nxjerrë një herë me shijetën lart, e bëj kat, shtyp Ctrl E që të shkojnë në fund, edhe e kaloj tek WC minus L. Sa fjalë ka të gjitha? Kanë 104.334 fjalë. Sa aq është ata, nga një fjalë çdo rresht. Tani, supozojmë se kemi një fjalë kryq, edhe duam të gjejmë një fjalë që ka 5 shkronja dhe shkronja e tretë është J dhe shkronja e fundit është R. Si mund ta gjejmë? Mund të kërkojmë me grep tek kjo lista e këtyre fjalëve. Atëherë e nxjerr edhe një herë këtë dhe bëj grep këtu. Grep. Shtoj këtë opcionin minus I, që ka kuptimin s'ka rëndësi shkronjë e vogla apo shkronjë e madhe, insensitive, case insensitive, dhe bëj këtë shprehjen që do kërkoj që ka 5 fjalë. Si mund ta them që ka 5 shkronja? Që ka 5 shkronja mund ta bëj kështu, në fillim 1, 2, 3, 4, 5 edhe fundi. Pra, secila nga këto pika mund të jetë çfarëdo lloj shkronje. Nëse duam një fjalë që ka 5 shkronja, bëjmë 5 pika, edhe vëmë të shenjë kapuçit në fillim dhe shenjën e dollarit në fund, domethënë që nuk ka shkronja të tjera as në fillim as në fund, këtu është fundi i rreshtit, këtu është fillimi i rreshtit. Pra, kjo na nxjerr fjalët me 5 shkronja. E shtypim. Na dalin gjitha këto fjalë që kanë 5 shkronja. Gjitha këto fjalë kanë nga 5 shkronja. Tani, këtu më thotë fjalë kryqi thotë ose sipas Ke arruar të vështë të vëndin bashkë, mbas istë. Do bashkë një vëndin bashkë që të ndajë, ta? Ashtë. E nxjerrim prapë me shigjetën latë komandën, dhe duam që shkronjë e tretë jetë J, dhe shkronjë e fundit jetë R. Atëre, do vete këtu prapë, në vend të pikës së tretë do vë një J, pra duhet jetë J, shkronjë e tretë, dhe shkronjë e fundit duhet jetë R. E shtyp. Edhe më dalin këto dy fjalë. Meyer i thonë kryetar të bashkie. Tani, të doli? Po. Ashtë. Tani, zakonisht, shkronjat e vogla dhe shkronjat e mëdha janë të ndryshme në Linux. Edhe grepi i ka të ndryshme. Kur i them të opcionin minus I, kjo ka kuptimin që case insensitive, domethënë nuk ka rëndësi shkronjë e madhe apo shkronjë e vogël. Prandaj na nxjerr edhe këtë me më të madhe edhe këtë me më të vogël. Pra kjo pika okay. Faktikisht kjo s'ka lidhje, po të ishte një je e madhe, do ta kishte kapur dhe jetën e madhe. Okej, ky ishte shembulli. Tani do shikojmë një shembull tjetër. Supozojmë se duam të kontrollojmë ca numra telefoni që janë të sakta apo jo. Po bëj një clear ekranit, clear screen. Edhe po bëj këtë echo. Po, e nxjerrë një në shqipjet të lafë, edhe i shqik të klava dhe prapë e ka. E bëre? Po. Tani, supozojmë se ky
Și apoi cam tot apsi. Po, do gjithmonë japsi. Ne facem se comanda non po. Po. Edhe këtu. E keni? Tani e bëjmë prapë pa klapa. Tani kjo supozojmë se ky është një numër telefoni, pra formati I numrit të telefonit është 3 numra për prefiksin, që mund të jetë me klapa ose mund të jetë pa klapa. Vend bosh. Është 355. Dakor, mund të jetë edhe prefiks shteti, mund të jetë edhe prefiks qyteti, s'ka rëndësi, po themi, po supozojmë që numri I telefonit është 3 numra për prefiksin, vend bosh, 3 numra minus 4 numra. Dhe më thënë, në këtë format është një numër telefoni. Edhe prefiksi mund të jetë ose me klapa, ose pa klapa. Nuk është e vërtet për Shqipërinë ose për numrat e tjera, po e marrim sa për shembull. Apo jo? Po. Supozojmë se ky është, atëherë duam që ta kontrollojmë nëse ky numër telefoni është në formatin e duhur apo jo. Dhe për këtë mund të përdojmë këto shprehje të rregullta, edhe komandën grep. Këtë outputin e komandës echo e kaloj te komanda grep. Edhe do kontrolloj Minus E. po, minus E sepse duam extended. Pastaj po. Kjo është me pikpyetje. Edhe kjo është me pikpyetje. Dhe këtu kemi se më doli kështu, prit të ndryshojnë që tastierën se e kam shqip këtu. Edhe nga këto. Po e shkoj avashun edhe do ta sqaroj se çfarë është. Se shumë e gjatë ndaj. Po. 0 deri në 0 minus 9, shkruan 0 deri në 9. Po. Nga 0 deri në 9. Allora qui si chiude me minus. Ottimo. Po, vend bosh. Pastaj 09 3 herë me klapa. Na pse më bashkë? Pasi, direkt 09. Pastaj një minus, edhe 09 4 herë. Me klapa. Me katërë. Me klapa katrore. Katër herë. Në rregull. Shtypja atë? Jo, këtu s'duhet. Kjo nuk duhet.
Kjo ishte këtu për klapa. Kam nervon shumë. Okej, në rregull. Tani, pse dele kuqja? Dele kuqja sepse kjo shprehje e ka këtë numër. Pse e ka? Sepse kemi këtu këtë klapën. Por klapën e nxjerrim me slash, nga që kemi këtë extended. Pra kur është extended, klapa është karakter special. Por ne nuk duam që të jetë karakter special. Duam që të jetë vetë klapa. Kështu që kur kemi këtë opsionin minus e, do ta bëjmë me slash klapën që dali vetë klapa. Se përndryshe e mes të karakter special që rrethon dy shprehje. Pastaj, këtu kemi këtë pikpyetjen. Kjo pikpyetja është karakter special që do të thënë që ajo që është përpara mund të jetë ose mund të mos jetë. Edhe po të jetë përputhet shprehja me atë, edhe po të mos jetë pra përputhet. E njëjta gjë edhe për këtë klapën këtu, që përputhet me këtë klapën këtu. Pra kemi slash klap që të kapim klapën dhe kjo pikpyetja është që mund të jetë mund të mos jetë. Pse themi mund të jetë mund të mos jetë? Se në këtë rastin këtu e kemi pa klapa, edhe ky është formati i rregullt. Në rastin këtu e kemi me klapa, që edhe ky është formati i rregullt. Pra duam t'i kapim të dyja rastet, edhe kur prefiksi është me klapa, edhe kur prefiksi është pa klapa. Prandaj këtu te klapa bëm këtë pikpyetje edhe këtu, që mund të jetë mund të mos jetë. Pastaj kjo pjesa këtu është e thjeshtë. Kemi një shifër nga 0 deri te 9, edhe një shifër, pra kemi 3 shifra nga 0 deri tek 9, apo jo? Pastaj këtu kemi një vend bosh, që është ky vendi bosh këtu. Pastaj kemi 3 shifra të tjera nga 0 deri te 9, që janë këtu. Pastaj kemi një minus, që është ky minusi këtu. Edhe kemi edhe 4 shifra nga 0 deri te 9, që janë 4 shifrat e fundit. Këtu. Dhe kemi edhe këtë kapuçin në fillim, edhe dollarin në fund, që nuk ka shkronja tjera as para as mbrapa, nuk ka shenjave tjera. Tani e nxjerr edhe një herë me shigjetën lart, komandën, nxjerr me shigjetën lart, shtypim Ctrl A, edhe po i fshi këto klapat që ta provoj që edhe këtë rast e kap. Edhe këtë rast e kap, nga që këto klapat janë me pikpyetje. Me pikpyetje do të thotë që janë opsionale, mund të jenë, mund të mos janë, s'ka problem. E provuam? Tani, e nxjerr edhe një herë me shigjetën lart. Shtyp Ctrl A, që të shkojë në fillim. Dhe këto 3 shifra këtu po i bëjmë për shembull ABC. Edhe shtyp enter. Në këtë rast nuk e kapi. Pse se ka? Se sa nxjerrje këtu është bosh, nuk ka nxjerrje. Pse se ka? Se këtu ajo pret 3 numra. Pra këtu kemi mund të jenë 3 numra, jo 3 shkronja. Po që janë 3 shkronja nuk përputhet. Nuk e atë çfarë do të thotë që nuk përputhet, do të thotë që ky nuk është numër telefoni i rregullt. Tani ne e nxjerrë edhe një herë këtë rastin lart me klapa, me shigjet. Atë që është me klapa. Po. Shtypën. Po, shtypën. Tani këtë shprehje këtu ne mund ta thjeshtojmë këtë shprehje këtu, se është shumë e gjatë, mund ta bëjmë pak më të thjeshtë. Si mund ta bëjmë pak më të thjeshtë? Po e nxjerr edhe një herë, po shkoj me shigjet këtu tek këto që janë 3 shifra, po i fshi këto të fundit dhe po vë me klapa të lakuara numrin 3. Pastaj po shkoj tek kjo këtu. I fshi këto shifra dhe me klapa të lakuara vë numrin 3. Pastaj shkoj tek kjo tjetra këtu, i fshi këto të fundit edhe me klapa të lakuara vë numrin 4. Edhe është e njëjta gjë si më sipër. Tani këto klapat e lakuara do të thënë që kjo gjëja që është përpara përsëritet 3 herë. Që kemi një herë këtu, edhe një herë, 2 herë, edhe një herë, 3 herë. Atë e vendosim këtë në klapat e lakuara që kjo gjëja këtu, që është një shifër që përsëritet 3 herë. Edhe këtu kemi një shifër që përsëritet 3 herë. Këtu kemi një shifër që përsëritet 4 herë. Edhe kjo na e shkurton, edhe na e thjeshton goxha këtë shprehje.
Doli? Po, doli. Në rregull. Tani, ajo që përdorim ne është kjo. Gjëja kështu, në klavalakore dhe një numër M, që do të thënë që përsëritet më herë. Po faktikisht kjo mund të jetë në këtë formë, në presje M, që do të thënë që përsëritet të paktën në herë dhe jo më shumë se më herë. Për shembull, nëse do ishte Mund ta shkruajmë këtë apo jo? Jo, thjesht po e shpjegoj. 2 presje 5. Çfarë do të thënë kjo 2 presje 5 në klavalakore? Do të thënë që kjo gjëja që është përpara përsëritet të paktën 2 herë dhe jo më shumë se 5 herë. Për shembull, nëse do 2 ishte deri në 4 herë. ë? Mund të jetë 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë. Po, për më shumë jo. Jo 6 herë. Ja, për shembull, po të ishte A kjo, A 2 presje 5, do kemi 2A është në rregull, 3A është në rregull, 4A është në rregull, 5A është në rregull, 1A nuk është në rregull, 6A nuk është në rregull. Ja, mund ta provojmë me këtë, me echo për shembull. Echo A e kaloj te komanda grep dhe po i vendos edhe këto fillim dhe fund, shenjat fillim dhe fund. Është në rregull, 3A është në rregull. Me 2A, e provoj me 2A. Prapë është në rregull, e provoj me 1A. Me 1A s'është në rregull, sepse ajo nga 2 deri në 5, 2 deri në 5 herë. Po e provoj me 4A, se me 3 e provuam. Është në rregull, e provoj me 5A. Është në rregull. Se maksimumi 5A, tani nëse e bëj 6, se ka më. Se kjo do të thënë nga 2 deri në 5, 2, 3, 4 ose 5 herë përsëritet. Tani kjo gjëja këtu për shembull 2 presje 5, nëse unë e bëj kështu vend bosh presje 5, do të thënë nuk ka rëndësi se sa është maksimumi 5 herë. Pra mund të jetë 0 herë, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, po jo 6 herë. Ose po ta bëj 0 presje 5, e njëjta gjë është. Pra 0 presje 5 ose vend bosh presje 5, do të thënë maksimumi 5 herë. Nëse e bëj 2 presje vend bosh, do të thënë 2 e lartë. Do të thënë mund të jetë 2 herë. Më shumë se 2. Po, 2 herë, edhe 2 edhe më shumë se 2. 2 herë, 3 herë, 4 herë, e kështu me radhë, nuk ka rëndësi. Po që 1 nuk e pranon. Po që 0 nuk e pranon. Por nëse kam kështu 0 presje vend bosh, mund të jetë 0 herë, mund të jetë 1 herë, mund të jetë 2 herë, mund të jetë 3 herë, mund të jetë sa herë të dojë, domethënë. Po. Edhe nëse kjo 0 presje kur është kështu, 0 presje bosh, është njësoj sikur të përdorim këtë yllin. Ylli këtë kuptim ka që mund të jetë 0 herë, 1 herë, 2 herë, e kështu me radhë. Dhe nëse është 0 presje 1, çfarë kuptimi ka 0 presje 1? Është 0 herë 1 herë. Mund të jetë ose 0 herë ose 1 herë. Kjo është njësoj si pikpyetja. Edhe pikpyetja që kemi përdorur ne këtu përpara është që këtu më lart është që mund të jetë ajo gjëja përpara ose 0 herë ose 1 herë. Këtë kuptim ka. Është një lloj si kjo. Vetëm se pikpyetja është më e shkurtër në këtë rast për të shkruar. Edhe në disa raste të tjera ylli është më i shkurtër. Po në vend 5, mund të bëhet si me numër 0 deri në 4 ose me vis, minusi. Edhe një herë? Po me këtë, vizën e minusit, mund të bëhet se për shembull nga 0 deri 1 herë, apo vetëm me presje duhet. Jo, kjo e ka sintaksën me presje. Kështu ka mënyrën e të shkruajturit me presje. Domethënë, nga kaq herë, minimumi kaq herë presje, maksimumi kaq herë. Domethënë, kjo e ka me presje, nuk e ka me as me pik, as me pik, as me vizë. Në raste të tjera janë ato, po në raste Po ishte të raste dhe më sipër me ato. Për komanda të tjera ose për raste të tjera është kjo. Tani po i bëj një clear ta pastroj ekranin. Se e kam më shumë. Okej, si të dosh. Edhe shikojmë edhe një shembull tjetër. Tani duam të bëjmë një shprehje të rregullt që ka fjalit.
një fjali fillon me shkronjë të madhe, ka disa fjalë, ka vende bosh midis fjalëve dhe mbaron me pikë. Mbaron me pikë. Atëre po shkruaj një fjalë për shembull, eko. Shkruajmë të eko, edhe shkruajmë një fjali, me thonë za, eko, kjo është një fjali. Atëre, shpreha e rregull që do përdorim ne është e tillë. Fjalia fillon me shkronjë të madhe. Kështu që do bëjmë në fillim shkronjën e madhe. Pastaj mund të jetë një numër shkronjash të vogla ose vend bosh. Ose shkronjë të mëdha ose shkronjë të vogla ose vend bosh. Dhe në fund ka një pikë. Po, ti vëdhe këtë shenjë vëllari në fund. E bërë? Po. Slash edhe pik. Slash pik. Slash tjetër. Edhe $1. Enter. Tani, këtu është me madhe. dhe këtu kemi edhe një vend bosh. Ti e ke bërë me këtë vogël këtu. Ajo kërkon që fjalia fillon me shkronjë të madhe, kështu që prandaj nuk ka një. Ashtu. Tani ta shpjegojmë çka. Si gjithmonë, domethënë vëm këtë për fillimin e rreshtit dhe këtë për fundin e rreshtit dhe kjo do kërkoj që të përputhet në gjithë rreshtin. Atëherë këtu kemi në klapa katërore a minus z e madhe. Domethënë që shkronja e parë është shkronjë e madhe. Shkronja e parë e fjalit, pra duhet të jetë shkronjë e madhe. Kjo e përcakton që shkronja e parë duhet të jetë shkronjë e madhe. Pastaj kemi në klapa katërore kemi a e madhe deri në z e madhe, a e vogël deri në z e vogël, që domethënë gjitha shkronjat e mëdha, gjitha shkronjat e vogla kemi edhe një vend bosh. Pra mund të kemi kombinime shkronjë e madhe, shkronjë e vogël ose vend bosh këtu në mes të fjalisë. Dhe ky ylli këtu tregon që kjo përsëritet 0 ose shumë herë. Pra, siç e shpjegova që parë, ylli domethënë ose 0, ose 1, ose 2, ose 3, ose shumë, nuk ka numër. Pra mund të përsëritet sa herë të dojë. Që kjo komandë ka me atë si që pashu, me minutin. Po kjo është tjetër, se këtu kemi klapa katrore, dhe këto janë brenda klapave katrore. Brenda klapave katrore e shnojmë a minus z, domethënë nga a-ja deri në z. Ajo në gjëra tjetër është tjetër gjë. Prandaj këtu është me presje, atje është me minus. Mos ngatrojmë. Dhe në fund fare kemi një pik. Po pika është karakteri veçantë në shprehjet e rregulla. Dhe pika do të thënë një karakter çfarë do.
Po që ta bëjmë që t'jetë 10 pika I bëm slash përpara. Slash pik do të thënë që do përputhet me 10 pikën, jo me një shkronjë tjetër. Tani po bëj ca prova. Për shembull, po ta bëj këtë kënd të vogël, nuk e pranon si fjali. Se fjalia duhet të fillojë me shkronjë të madhe, fjalia. Kështu që nëse fjalia fillon me shkronjë të vogël, nuk e pranon si fjali. Domethënë që nuk është fjali e rregullt, se fjalia duhet të fillojë me shkronjë të madhe. Po mund të ketë shkronjë të madhe fjalia në mes, mund të ketë. Për shembull, ta zëm se është një emër I përveçëm, po unë po e provoj me këtë. Edhe këtë e pranon si fjali. Sepse shkronja e madhe e kemi futur këtu, që mund të jetë edhe shkronjë të madhe në mes të fjalisë. Mund të ketë shkronjë të vogël në mes të fjalisë, mund të ketë shkronjë të madhe në mes të fjalisë, mund të ketë vend bosh në mes të fjalisë. Po nëse nuk ka pik, e pranon si fjali? Nuk e pranon si fjali, se fjalia duhet mbaroj me pik. Kështu që nuk e pranon. Tani, këtë shprehje këtu unë mund ta shkruaj edhe duke përdorur ato klasat e karaktereve. Për shembull, kjo është klasa e karaktereve upper. Upper për uppercase. Uppercase do të thonë shkronjat e mëdha. Këtu është klasa e karaktereve upper, prap, edhe këtu lower. Ska gjë, këtë mund të mos ta bësh. Edhe është e njëjta gjë, pra në vend që të them A minus Z, mund të them këtë. Uppercase. Nuk mund të thuash që është më e thjeshtuar, edhe kjo e thjeshtë është, po kjo është si më e lexueshme. Edhe këtu, në vend të nga A-ja në Z, I them këtë upper. Edhe nga A-ja vogël në Z e vogël, I them këtë lower, që është lower case, shkronjat e vogla. Tani I bëjmë e pastrojmë ekranin, se do shkoj një shembull tjetër. Echo dollar random në shkronjat e mëdha. Echo është më vogël. Po. Kjo random është një variabël, është një ndryshore e veçantë që na jep një numër të rastësishëm. Tani, nëse unë e thras prapë këtë, sa që e thrasun, ajo më jep numra të ndryshëm, sepse ky variabël random mban një, do të thënë kthen një numër të rastësishëm. Dhe këtë random tani, nëse e vë me klapa të lakuara dhe I them 2 pika 0, 2 pika 0, 2 pika 3, kjo më kthen 3 numrat e parë, ose 3 karakteret e para, sepse kjo 0 do të thënë fillon nga pozicioni 0, që është këtu, dhe ky treshi këtu tregon që do marrësh 3 karaktere. Do të thënë, duke filluar nga pozicioni 0, merr 3 karaktere. Dhe sa që e trasur këtë, merr 3 karaktere, po këto janë të ndryshme, sepse random është e ndryshme, gjithmonë. Ashtu. Tani do krijojmë, unë dua që të krijoj disa numra telefoni, si ata që pamë përpara, po t'i krijoj në mënyrë të rastishme. Do të thënë që t'jenë të ndryshëm nga njëri tjetri. Atëherë po shkruaj këtë skript të vogël. For I in 1.100, do të përshkruaj 100 herë, ose po e bëj deri në 10 një, deri në 10, pik presje, du, që të në thënë bëj. Dhe këtu vë këtë slash, të vizën e tjerët, slashin edhe shpik enter, që të vazhdoj komanda në rreshtin tjetër.
Dhe shtypente ato. Vinjer slashin, pastaj shtypente. Po. Edhe në shënja. Tani vazhdon komanda. Prandaj e bëm slashin që të vazhdoj komanda në rreshtin tjetër, se është pak komandë gjatë. Edhe bëj echo Doja pësira për telefon. dhe në thonjza çifte bëj dollar random 2.0 2.3 vend bosh dollar random 2.0 2.3 pastaj minus dollar random 2.0 2.4 pastaj këtë e ridrejtoj të font list.txt. Këtë echo e ridrejtoj të font list.txt. Dhe një pikë presje, bëj dhe një slash që të vazhdoj në rreshtin Mos e tjetër. ke kapim atë, apo do jashtë dolari. Te dolar random, që ke nda kuapën. Urdo? Mos e ke kapim, apo do jashtë. Dolari, atë te eko, dolar, qap kuapën. Jo, ashtu duhet. Nëse bash më ish gabim. Jo. Vë slash edhe shtyp enter, edhe pastaj e mbyll këtë forin me dan. Kjo dan është fundi i këtij forit. E shtyp enter. Edhe kjo do më ketë krijuar këtë skedarin font list.txt, sepse kjo echo nxjerr një rresht. Dhe ky rresht bëhet append. Pra kur e bëjmë me dy shenja më e madhe, nuk del në ekran, po bëhet append tek font list.txt. Po, mbas kësaj duhet një minus, edhe prapë, dollar random. Papsi. Jo, papsi, duhet minus, se po bëjmë sikur është numri i telefonit, do krijojmë ata numrat e telefonit, që fillon 3 numra për prefiksin, vend bosh, 3 numra minus 4 numra. 2.0, 2.4. Të shtypur. Po, vazhdojmë këtu me shenja më e madhe, edhe font list.txt. Sepse do ta bëjmë append të ky skedar. Domethënë e shtojmë në fund të këtij skedari font list.txt. Vun një pikë presje mbas asaj, mbas aty, po. Vëmë edhe një slash edhe enter, ops. Këndo me gabim. Do e shkëto pësira. Duhe një hapësirë përpara asaj do. Përpara asaj do, duhe një pikë presje përpara asaj, s'ka gjë. Këtu duhe një pikë presje, që e ka ruar, s'ka gjë. Bëj këtu dan. Në rregull është tani. Tani ta shikojmë këtë skedarin. Çka ka ky skedari font list.txt? Nësë. Edhe e bëj kap. Pra na shkruar këtë skedari. Të do shkojmë ca. Që e shikojnë. Po, shikojmë çka ka brenda. Pra kemi kryer ata numra, si numra telefoni, dhe i ruajmë këtë skedar, se duam bëjmë ca prova, prandaj do bëjmë këtë, do bëjmë ca prova më vonë. Tani e nxjerr edhe një herë me shikjetën lart këtë komandën for, e nxjerr edhe një herë me shikjetën lart, shtyp Ctrl A që të shkojë në fillim të rreshtit, shkoj te 10 dhe shtoj një 0 e bëj 100.
Që atë të bëjmë të vjetat të bëjmë 100. Po, që të përshtitet në 100 herë, sa ajo ishte përshtitet 10 herë, prandaj ka krijuar 10 rresha aty. Tani do përshtitet 100 herë dhe do shtoj edhe në 100 rresha të tjerë. Tani big cut fonlist.txt, modeli sa më i gjatë. E kaloj tek sa i numëroj me këtë WCL, më dalin që janë 110 rreshta. Pse 110? Se ishin 10 në fillim, u shtuan edhe në 100, u shtuan edhe në 100 me këtë, u bën 110. Apo jo? Po. Po. Tani, këtë po shikoj një me les. Me les. Dhe po ta shikojmë këtu për shembull kemi një numër telefoni që nuk është i rregullt. Pse nuk është i rregullt? Po, bra. Po. Ja dhe malimit jam tani. Po. Mos je vonë, apo jo? Jo, chcę pretendovat se nga kamera. Po. U registrove këtu, të tash Ha? Jo, faqe, u registrove këtu tek folën. Po, s'ka një. Tani, këtu shikoj të kjo lista që kjo numër këtu nuk është i rregullt. Pse s'është i rregullt? Se është në të shifror. Sepse këtu nuk ka 4, po ka 3. Tani pse ka 3 kjo? Se ne i kam merr 4 të fundit, merr random, merr 4 të parat nga random. Pse kanë nxjerr 3, s'kan nxjerr 4? Sepse vetë random ka qenë 613. Ti thua merr 4 të parat, ajo 3 ka, nuk ka ku të gjej 4. Kështu që na ka dalë me 3 shifra. Kështu që qëllon që disa numrat mund të mos jenë edhe të rregullt. Ja, ky nuk është i Vetëm rregullt. ai është në gjip i pa rregull. Mund të kishte edhe të tjerë, ja, unë do t'i shtoj edhe në 100 të tjerë të skedarit, që të dalin edhe ca numra të tjerë të pa rregullt, se faktikisht duket sikur s'ka të tjerë të pa rregullt, por që edhe një po tjetër ne duam të jemi në gjendje që ta kapim, që është gabim. Ja kush dhe një tjetër? Bëndë. Po që ti kontrolloj, sateliti kontrolloj gjithë me dorën, do bëj një shpejt rregull që ti kap ato që Nuk kam. po. Dal me që, po i shtoj edhe një 100 tjerë, se mund dalin edhe numra të tjerë të pa rregull. Po ti shtoj këto. Tani do bëjmë një shpejt rregull që Këtë në qenë Që të do kapi- dëshëm numër nga po jo. Urda? Që të bëjmë këta, po Jo, lëre 100, shtoj edhe 100 tjerë. Ja, po i numëroj me kap, tani janë 210. Tani do bëjmë një shpejt rregull që të kap ato numrat U kuta dhe të lista, unë s'pash numër. s'ka gjë. Se i shto, u kuta dhe këtë. E të në lista. Jo, në rregull, janë rregull. Tani do bëjmë një shprehje me grep fonlist.txt. Pra do kontrollojmë tek ky skedar, grep fonlist.txt, edhe këtu do vëmë shprehjen që do kontrollojmë. I bëjmë këtë -e dhe po vë shprehjen këtu. Tani këtu do vë atë shprehjen e rregullt që përdorim ne për të parë numrat e telefonit të rregullt. Atëherë filloj me dollar, me kapuçe dhe dollar, do këtu në mes do vë shprehjen 0-9 3 herë, vend bosh, nga 0 në 9, 3 herë, minus, nga 0 në 9, 4 herë. Pra, te ky skedar i fonlist.txt, po kontrolloj me grep, me këtë që të kap rreshtat që plotësojnë këtë kusht. Dhe ky është, domethënë ky është një numër telefoni i rregullt.
Po, në qoftë se i shtoj edhe këtë opcionin minus v, i shtoj opcionin minus v, komandës grep, ose ev, kjo v-ja më kthen të kundërtën, më nxjerr ata rreshta që nuk përputhen me këtë shprehje. Pra ata numra telefoni që nuk janë të rregullt. Çka kishim pas shkrim? Të marrë në fund. Po, ajo shpreha që bëmë që parë. Fon, plotësojmë etapat, bëj një etapë, jepi një etapë. Po, bëj një etapë, të mësosh dorë. Jo, hapësira, jo. Në rregull është tani. S'kam. Enter. Po, ty të nxjerr këta që janë të rregullt. Nëse do të nxjerrim ata që nuk janë të rregullt, do të shtojmë edhe opsionin minus v. Opsioni minus v nxjerr ato rreshta që nuk përputhen me këtë shprehje. Shtyp enter. Dhe mund ta bashkojmë këtë v me n minus ev. Si më shkruaj. Pra, me këtë komand ne gjejmë ato rreshta që janë gabim te ky sledari. Edhe mund të shkojmë të fshim pastaj. I gjejmë edhe i fshim. Tani këtë punë mund ta bëjmë edhe me, domethënë këto shprehje të rregullta që përdorim me komandën grep, mund të përdorim edhe me komanda tjera, për shembull me komandën less. Po hapim me komandën less fon list.txt. Dhe për të kërkuar me një shprehje të rregullt bëjmë të slashin. Nëse shtypim slash, atëherë ajo kërkon në këto rreshta të skletarit, edhe ne mund të përdorim edhe një shprehje të rregullt aty. Dhe un po bëj këtë shprehjen e rregullt. Kapuç dollar, pastaj nga 0 në 9 3 herë. E njëjta shprehje e rregullt, vend bosh, nga 0 në 9 3 herë. Pastaj një minus, nga 0 në 9, 4 herë. 4 herë, edhe shtyp enter. Dhe kur jap të shprehjen e rregullt, ajo më ngjyros të gjithë ato rreshtat që përputhen me këtë që janë numra të rregullt. Edhe më ngelen ata që janë numra të pa rregullt. Të pa ngjyrosur. Po, shtyp enter. Edhe ajo ngjyros ata rreshta që përputhen me ato dhe ngelen gjithë numrat e rregullt. Patëm të rinë të zero. Ata që janë në gabim, që duhen fshirë, ngelen të pa ngjyrosur. Shtypim që të dalim nga kjo. Ullove? Ullove, sërt. E vërtet. Po bëjmë edhe një shembull të fundit edhe po e mbyllim. Që të tregojmë që këto shprehje të rregullta përdoren edhe në komanda të tjera të Linuxit. Edhe ka shumë komanda që i përdorin, janë shumë të përdorshme, janë edhe shumë të dobishme sipas rastit. Po shkojmë në direktorinë cd/ucr/share/man1. Edhe bëjmë një lësatje. Të vazhdojmë. Jo, se të ka dalë. S'ka me lësën po. USR. Po, të ta që nga të një. Po. Bëj një lësën. Enter. Enter.
Tani, këto janë ato faqet e manualit të komandave të ndryshme, po janë me të prapashtesën GZ, që janë të zipuara, të ngjeshura. Ja, për shembull, këtu është kur bëjmë man ls ne hapet kjo, kur bëjmë man ls. Ls është komanda ls. Edhe këto janë komanda të tjera të sistemit. Këto janë faqet e manualit për secilin komandë të sistemit. Dhe ne mund të përdorim, siç ishte komanda grep, është një komandë tjetër zgrep, që kërkon me shprehje të rregullta në skedar të zipuar. Domethënë e anzipon edhe kërkon brenda saj. Dhe nëse kërkoj zgrep, yll.gz, do kërkoj të gjithë këta skedarët me zgrep, yll.gz, do kërkoj për këtë shprehje të rregullt, minus e, edhe që është extended regular expression, edhe minus l, që tregon vetëm emrat e skedarëve ku gjendet një shprehje e rregullt. Ose mund ta bashkoj këtë ta bëj minus l, kështu. Tani shpreha e rregullt që do kërkoj është, ose ajo gjë që do kërkoj është regex ose regular vendbosh expression. Pra, do kërkoj ose për regex ose për regular expression, sepse kështu njihen këto, ose regex shkurtimisht ose regular expression, këto shprehje e rregullta. Dhe kjo do më gjej ato faqe manuali ku ndodhen këto fjalë. Dhe nëse ndodhen këto fjalë, do të thënë që ajo komandë përdor shprehje të rregullta. Ja se do ta prapun, ja, këta shkosh. B. Ja, absent. Expression. Po, shtypete? Ti arruar të mbyllesh atë panzën, kontroll C, këtu është panzën. Tani, qa tregon? Kjo tregon që komanda wget në manualin e saj ka ose regex ose regular expression. Kjo tregon që komanda whatis në manualin e saj ka ose regex ose regular expression. Xterm, xedit, pra gjitha këto komanda në një mënyrë ose në një tjetër përdorin regular expression. Pra ka shumë komanda që përdorin regular expression. Xterm, memoria bit apo jo? Nuk ka rëndësi. Tani, kjo që po diskutojmë s'ka rëndësi fare me 64. Vetëm po them që ka shumë komanda në Linux që përdorin shprehje të rregullta dhe janë të dobishme dhe janë shumë të përdorshme. Për t'i numëruar kështu, mund ta kaloj tek wc-d të shikoj se sa faqe ndodhen, janë 136 faqe manuali që përmendin ose regular expression. Pra që janë shumë të përdorshme në Linux. Edhe këtu po e mbyllim për sot.